Procesi i votimit ka nisur normalisht në 5 njësitë e qeverisjes vendore ku sot votohet për të zgjedhur kryetarët e rinj të bashkive. E ajo që bie në sy deri më tani është pjesëmarrja ulët në votime. Bashkia me pjesëmarrje më të ulët është Vlora e bashkia me pjesëmarrje më të lartë është Mati. Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve Ilirian Celibashi në një konferencë me gazetarës sqaroi se procesi është i qetë e deri tani nuk ka pasur probleme. Dhe deri tani nuk është se kemi evidentuar ndonjë problem që të ketë ndikuar apo të ketë penguar procesin e votimit. Të gjitha qendrat e votimit po funksionojnë normalisht. Celibashi sqaroi për gazetarës se në bashkinë e Tepelenës do të testohet për herë të parë përdorimi i inteligjencës artificiale në procesin e numërimit të votave. Numërimi i votave në këtë bashki do të kryhet nga numëruesit politik, por KQZ do të shfrytëzojë kamerat para të cilave vendoset fleta e votimit për të nxjerrë rezultatin më shpejt duke përdorur inteligjencën artificiale. Ajo çfarë kemi bërë ne dhe ku e përdorim inteligjencën artificiale është që të gjitha këto lexime, filmime të fletëve të votimit nëpërmjet një programi kompjuterik i cili, po e them kështu, i cili bazohet në inteligjencën artificiale, do të bëj leximin automatik sistemi, kamera të fletës votimi. Pra, do ta kuptoj ky sistem duke përdorur inteligjencën artificiale se për kë është votuar. Dhe rezultati vjen automatikisht në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Ky është vetëm një testim pasi për rezultatin zyrtar të zgjedhjeve do të përdoren rezultatet që kanë nxjerrë grupet e numërimit. Sipas Ilirian Celibashit, hënën mesditë pritet të dalë edhe rezultati përfundimtar i zgjedhjeve në këto 5 bashki.